ditën tuaj më argëtuese, duke ndjekur emisionin E Diela Mirëmëngjes. Çdo të diel. Live. E Diela Mirëmëngjes është një e diel aktive. S'mundem të shoh, s'mundem të prek unë jo. Vetëm një moment mjafton dhe me kem një letër nga ty lexoj. Mos lodhësh bëhem e fort. Shumë po du me t'pa, nuk e di se sa kjo do vazhdoj. Shumë po du me t'pa, nuk e di se sa duro shpirtin e ke dashurin, gjej pak besim, vite gjitha ti. Mislet po dridhë dora m'ja nis me shkru këtë letër. Sigurisht që planet me të në stand-by për në herë tjetër. Nuk e di pse ndjenjat për ty rritën këto 10 metra katror. Jom gadu me t'pa, jom gadu me t'prejk, jom gadu me t'pas dorë. Se o kam unë gazoni, aroma dhe flok të gjata. Garantas te nuk e ki let, pa mune të gjithi gjata. Po me në javlen, me vujt, po me në javlen, me prikut. Po me di që sfidat për me gon bash në dë, kryhën një di. Shumë po du me t'pa, nuk e di se sa kjo do vazhdoj. Shumë po du me t'pa, nuk e di se sa duro shpirtin e ke dashurin, gjej pak besim, vite gjitha ti. Se asnjëherë nuk lodhe mu një dashuri më pak në zemrën time do të çu. Unë asaj fal gjithçka sot kam, nëse më beson dashurinë e saj. Ti edhe pak nga dashuria jo dhe më fal, ti më fal dhe mos una, më jeti shpirë, jo vetëm fjalë. Ti edhe pak nga dashuria jo dhe më fal, ti më fal dhe mos una, më jeti shpirë, jo vetëm fjalë. Kemi
filluar me këngë dashurie. Sot, ora saktë 7:05 minuta të dashur miq, data 12 maj, jemi në mesin e majit, aty ku starton edhe sezoni veror, edhe që shumë personazhe, edhe shumë individ kur i takon në rrugë, kur shikon profilet e tyre në rrjetin social të Facebookut, kur flet në telefon, të gjithë janë duke vrapuar drejt hapjes së sezonit në jugun e Shqipërisë, në Durrës apo ku të munden. Mirë, ka startuar e diela mirëmëngjes edhe për ditën e sotme, për këtë ditë të diel, ku sigurisht ne kemi përgatitur gjëra interesante për t'ju mbajtur gjithmonë ashtu siç është edhe slogani e emisionit ton, ose leitmotive më mirë le ta quajmë, sepse kështu slogan sikur tingëllon si fushat politike. Leitmotivi ynë për të pasur një të diele aktive, edhe sigurisht ne këtë përpiqemi në maksimum të ofrojmë për ju ditave të diela. Nga ora 7 deri në orën 9 për rreth 120 minuta ne do të jemi bashk në Ora News me Elisën dhe Glenin në pultin e transmetimit, të cilin e falenderojmë për asistencën. Falenderoj gjithashtu ashtu si çdo të diel, pa harruar asnjë nga komponentët kyç të emisionit të këtij transmetimi, përsa i përket të gjithë mbështetjes që japin ndjem të regjis lart, që i kam kërkuar në mënyrë të veçantë të më bëjnë ca planet lezetshme, se edhe Ornela, grimierja jonë është lodhur duke më bërë mua kaq lezetshme që në pikë të mëngjesit. Kështu që bëjeni punën në atë mënyrë që tregoni mirë. Mirë, duhet pak nuanca pozitive në orët e para të mëngjesit, sepse është e diel, edhe sidomos për gjithë ato njerëz që zgjohen me atë ndjesinë e të qenurit të diel, e të pasurit një ditë të veçantë, e të pasurit një ditë jo shumë ngarkuar, ndoshta e të qenurit dhe pak me grip, por që gjithsesi dita e dielit duket e bukur. Do të flasim sot për poezi dashurie. Është diçka që ka pas ekzistuar më shumë kohë të shkuara, ose duket sikur. Por ne duam opinionet dhe komentet tuaja për sa i përket kësaj teme. Sigurisht që në sintoni me temën do të vinë edhe të ftuarit tanë për të na dhënë më tepër informacion, edhe për për të informuar, le ta quajmë kështu, në mënyrë argëtuese me disa poezi të poetëve që ne kemi përzgjedhur ta kemi në studio ditën e sotme. Edhe sigurisht presim komentet tuaja nëse ju keni lexuar apo i pëlqeni, lexoni librat me poezi. A keni shkruar ndonjëherë ju poezi dashurie, qoftë edhe disa vargje për t'ia dedikuar dikujt? Pra, poezi dashurie në të gjitha këndvështrimet edhe aspektet, përsa i përket individëve të ndryshëm, përsa i përket një mirësie, përsa i përket shokëve dhe shoqeve, përsa i përket dashurisë që ne ndjejmë për nënën, e sigurisht që çdo kush ka një periudhë kohore kur mendon se jo mund të bëhet dhe poet. Kjo zakonisht ndodh në adoleshencë të dashurit e mi, por mund t'i kesh me vete ato kujtime dhe pse jo t'i ndani me ne fundja. Të na recitoni, ta quajmë kështu nëpërmjet telefonit një poezi që ju vetë e keni bërë në të shkuarën, në të tashmen, për dikë që e keni dashur, për dikë që e doni, çrën si ka kjo. Mjafton që brenda jush shpirti frymëzues ekziston, edhe pastaj muza trajtohet nëpërmjet situatave. Mirë, 04-234-7577 numri jonë i kontaktit, që mos ju bëjmë më shumë konfuz me këtë temë, është shumë temë interesante për të trajtuar ditën e diel, është shumë temë romantike, është edhe duke qenë që s'kishim trajtuar ndonjëherë nga këto temat, si thaj, s'kishim bërë ndonjëherë nga këto gjërat anonime, pse jo mos ta trajtojmë në ditën e sotme, kur në sintoni me këtë temë, vetëm pas pak do të zbulojmë emrat e të ftuarve që kemi për ditën e sotme, por në pjesën e dytë të fundit të emisionit, ne do të flasim edhe për verën e kuqe, verën e bardhë, degustimin dhe vlerat ushqimore që ka vlera, kështu që verë dhe poezi sot, përveç se është edhe diel. Besoj se është një kombinim
shumë i lezetshëm, kështu që duhet të qëndroni në valët e radio televizionit Ora News. Në radio ne dëgjohemi në 96.7 MHz, në televizion gjithashtu. Sigurisht në ekranet tuaja shfaqet edhe numri jon i kontaktit dhe tema e ditës së sotme. Ndërkohë që ju mund të ndiqni edhe nëpërmjet adresës son në website-in oravisnews.tv. Kështu që keni të gjitha mënyrat e mundshme, sigurisht pa harruar të falenderoj edhe gjithë ato që bëhen pjesëmarrës, çdo ditë më shumë, duke rekomanduar të ftuar, duke rekomanduar tema të ndryshme që ato dëshirojnë që t'i dëgjojnë edhe që ne t'i trajtojmë duke ne besuar, le të themi idetë e tyre, duke kontaktuar, komunikuar, duke komplimentuar, le ta themi kështu, duke lënë jashtë modestinë emisionin e Diela Mirëmëngjes. Falenderoj të gjithë ato që janë bërë pjesë e fanpage-it në rrjetin social Facebook e Diela Mirëmëngjes. Mirë. Përpara se të shkojmë në horoskop për të kuptuar se si do të jetë parashikimi i yjeve për ditën e sotme edhe për javën vazhdim, se si ne do të jemi nga gjëra sentimentale edhe nga pikpamja financiare që është shumë e rëndësishme, do doja t'ju thoja që sot është kohë shumë e mirë për të shkuar në plazh, kështu që në datë besojnë, në datë që jo, por unë besoj se disa i kanë bërë planet jo për piknik këtë herë, po për të shkuar edhe për të mbathur në vendin më të afërt mundshëm, për të kaluar një ditë qetë, një ditë argëtuese, një ditë pa shumë strese dhe për të marrë impulset pozitive për sa i përket javës në vazhdim, që sigurisht me fillimin e të hënës fillon edhe avancimi i punëve edhe presioni e tensioni që ne ndjejmë. Kështu që e Diela Mirëmëngjes është zgjedhja juaj e parë. Më pas shkoni edhe bëni pak bajoni dielli fundja, sepse nuk është asnjëherë keq, do të keni një ditë shumë aktive. Mirë, 7:12 është ora. 04-234-7577 për gjithë ju që sapo jeni sintonizuar në valët e radio televizionit Ora News, mjafton të ngreni receptorin tuaj, të dëgjoni sinjalin akustik, të formoni numrin 04-234-7577 edhe të kontaktoni me ne për të na dhënë pse jo një mendim tuaj përse i përket këtyre poezive të dashurisë që dikur ishin aq shumë të parapëlqyeshme. Nëse ju i lexoni sot librat me poezi, nëse ju vetë keni krijuar ndonjë varg poetik në çdo lloj situate të jetës suaj përse i përket një personi të dashur. Dhe sigurisht që ne më pas do të flasim pak edhe se sa poezia është përdorur dikur si muzë frymëzimi për të shpallur dashurinë e pafundme që ka qenë. Madje të gjithë autorët e të gjitha brezave kanë shkruar për dashurinë, duke filluar që nga Naimi, nga Lezgushi, nga Dritoroi, nga Ismaili, këto që më vinë në mendje. Por ka pasur sigurisht edhe një lloj poezie, se këtu pastaj poezia futemi në një botë komplet tjetër. Edhe Glenia mendon këtë gjë, kështu që ndjem tërësisht shumë e mbështetur karshi këtij argumenti që po jap. Dikur besoj se të gjithë kemi arritur të lexojmë letërsinë e vitit të dytë, besoj, në ciklin e gjimnazit, edhe të na besin në mendje disa vargje të Onjeginit, kur Tatiana i drejtohet atij, imagjinoje çfarë dashurie e pastër dhe i sinqert e shprehur në vargje në formën e letrës. Po marr guximin t'ju shkruaj çdo deshnit mëve të shpirtit tim. E di që është e drejta juaj të më mohoni me përçmim, por duke parë si po vuaj etj. Kështu që sot Gleni meritoi muzikë shumë të mirë, por patjetër edhe muzikë romantike, melodi romantike, pa që nevoja e shumë volume. Mirë, 7:15 është ora. Mendojeni mirë këtë punë e poezive, edhe kontaktoni me ne, merreni në telefon, merreni guximin të thoni, ok, unë kam krijuar një poezi, disa vargje në moshën 15 vjeçare, atëherë kur kuptova që e dua shumë në nëntime fundja.
Mirë, do ndjekim horoskopin për të rikthyer sërish në emisionin e Diela Mirëmëngjes për të vazhduar argumentin e poezisë edhe më pas të verës. Do të jemi bashkë 120 minuta. E Diela Mirëmëngjes sapo ka startuar, kështu që relaksoni, uluni dhe rrufisni kafen e mëngjesit. Dashi. Gjatë kësaj dite do e zgjidhni të gjitha mosmarrveshjet dhe problemet që keni patur me partnerin. Financat do të jenë më të qëndrueshme, kështu që mund të bëni shpenzimet e menduara. Demi. Tregohuni më të kuptueshëm gjatë kësaj dite me atë që keni në krah. Në planin financiar do të jeni më të organizuar. Binjakët. Në jetën e çift, ambienti do të jetë gjatë gjithë kohës i ngrohtë, situata financiare do të jetë e mirë. Gaforia. Influenca yjeve në planin sentimental të çifteve do të jetë e kontrastuar gjatë kësaj dite, edhe financat do të kenë përmirësime. Luani. Bëni kujdes sot, mos ndërroni për një person tjetër që nuk është partneri juaj. Me financat do të bëni kujdes nëse nuk doni të përballeni me surpriza të këqija. Virgjëresha. Jeta në çift do të jetë e kontrastuar gjatë kësaj dite. Në planin financiar do të vazhdoni të ruani një strategji strikte. Peshorja. Bashkëpunimi në çift do të jetë perfekt gjatë kësaj dite dhe do kaloni momente të paharrueshme. Në planin financiar, situata do të jetë e mirë dhe pa probleme. Akrepi. Ditë premtuese dhe plot ngjyra kjo e sotme për të dashuruarit. Në planin financiar do të ulni shpenzimet dhe situata do të vijë duke u përmirësuar. Shigjetari. Do të bëni një gabim të pafalshëm gjatë kësaj dite në jetën tuaj në çift dhe do të keni mosmarrveshje me partnerin. Influenca e yjeve do të jetë pozitive për financat. Britsjapi. Zemra juaj nuk do të ndihet shumë mirë gjatë kësaj dite. Financat nuk do të kenë asnjë ndryshim nga një ditë më parë. Ujori. Ditë e qetë dhe këndshme kjo sotme për të dashuruarit. Pozicioni i mirë i Mërkurit do të favorizojë një situatë financiare të qëndrueshme. Peshqit. Në jetën sentimentale të çifteve nuk do të ndodhë ndonjë gjë gjatë kësaj dite. Financa do të jenë paksa delikate.
Si po pret pushimet e verës për të shkuar edhe për të pasur atë 15 ditëshin super aktiv ose le të themi paksa dembel për të shlodhur, si e lirë kjo, për të shlodhur, për të marrë rreset e diellit, për të bërë bronzatur, për të thënë shoqeve shiko se unë kam shkuar këtu etje, isha edhe këtu, por shiko se etje ishte më bukur se këtu etj. Mirë, do i kërkoja teknikut të pultit, që jep asistencën e tij në audio të na bënte paksa më energjik, sepse është diel, është diel aktive fundja, kështu që më shumë volum nëse do të mundemi. Sepse po flasim sot për poezi dashurie, ju lutem, duhet paksa harmoni, duhet paksa melodi e këndshme për t'i futur edhe ju në atë retrospektivën tuaj, për të gërmuar pas në kohë edhe për të hapur pse jo ditarët tuaj, ndoshta fletore tuaja, bloqet etj aty ku ju keni hedhur disa vargje në një moment caktuar, në një situatë trishtuar ose të gëzuar. Poezi e cila i është dedikuar një person të dashur, qoftë nëna juaj, qoftë babai, shoku, shoqja i dashuri, bashkëshorti juaj, etj. Kështu që ndajeni me ne në 04 234 7577. Këtë gjë shumë interesante. Mirë, përpara se të shkojmë tek moti, sepse edhe çunat e kanë me shumë siklet që njerëzit ta mësojnë më në fund se si do të jetë koha për sot e nesër, për të bërë planet, edhe o për t'i futur valizën në makinë, o për t'i nxjerrur valizën nga makina, se mund bie edhe shi. Kështu që zbuloj me emrat e të ftuarve tanë për ditën e sotme, dhe më pas shkojmë tek moti, rehat, qet për të kuptuar se çfarë na ka rezervuar moti këtë herë, jo më horoskopi, se horoskopi ishte pothuajse shumë i mirë për gjitha shenjat. Mirë, do të kemi një lidhje telefonike me Malinda Peliencën, sekretare e Federatës Shahut, ku do na flasi pas pak, sigurisht në pjesën e parë të emisionit, për sa i përket turneut të hapur ndërkombëtar që është bërë vetëm disa ditë më parë dhe që dje i ka thënë përfundimet e tij, duke shpallur fitues një ngjarje shumë talentuar, për sa i përket Shqipërisë, Erald Dervishin, që për fat të keq nuk mund të ta kemi këtë radhë në studio, por një radhë tjetër ju a premtoj, sepse Eraldi ma premtoi mua që do vinte. Më pas do të kemi zotin Demir Gjergji, poet, ka bërë një pafundësi librash me poezi, kështu që përveç se do të flasim për poezinë edhe për mënyrën e të shkruarit, që zakonisht disa njerëz përdorin, do tregojmë edhe disa poezi interesante, se s'dua të them do recitojmë, se është fjalë shumë e madhe dhe që i përket gjithmonë aktorëve që kam disa vite në skenë, po do mundohemi të risjellim në formën tonë më të mirë edhe më të këndshme për ju. Më pas do të kemi Levent Nurellarin, enolog, që do na flasi për sa i përket degustimit dhe vlerave ushqimore të verës. Mund kemi edhe një demonstrim live nëse të gjitha komponentët na pushen për të kuptuar se si duhet ne ta degustojmë verën e të bëjmë njohës të mirë të saj. Mirë, ora sakt 7:23 minuta, 04 234 7577 numri i kontaktit, mos e harroni këtë. Dilni nga kontuar dhe nga kornizat edhe merrni telefon për të thënë vargjet që ju vetë keni krijuar, që jeni stimuluar nga një situatë ose nga një tjetër për një person, edhe se sa vetë ju frekuentoni librat me poezi, e pëlqeni poezinë edhe kështu me radhë. Mirë, shkojmë tek moti për të rikthyer sërish në studio me shtypin e ditës për gjithë ato që e duan informacione e përditshëm edhe për të gjithë ato që e konsiderojnë ushqim informacionin e përditshëm. Moti rikthehemi sërish.
Jemi rikthyer sërish në studio të dashur miq, ora saktë shënon 7:27 minuta, jemi live në Radio Televizion Euronews, po flasim për temën e poezive. Por me sa duket, neve që kemi fare romantik përderisa nuk marrim ngucimin ose të styem ato barierat tipiko të mëngjesit edhe të disa individëve për të ngritur receptorin e telefonit për të krijuar, për të formuar më sakt, më shpër mendja krijim për poezi. Sot jam gati për të bërë një poezi, por do i themi edhe mirë ta bëjnë ndonjë gjë kështu të menjëhershme për emisionin e tjera Mirëmëngjes edhe për televizion, edhe për mua sigurisht. 04 234 7577 është numri jon i kontaktit. Mirë. Do të ndjejmë shtypjen e ditës për gjithë ato që e dashurojnë këtë pjesën, edhe e kanë poezi dashurie më vete, të dëgjojnë shtypjen e ditës, e konsiderojnë diçka shumë argëtuese, edhe më romantike në botë. Shtypi i ditës, bëhemi serioz, fillojmë me gazetën Shekulli për të kuptuar se çfarë përmbajnë suplementet e ditës së sotme dhe çfarë kanë rezervuar sigurisht personazhet e këtyre suplementeve. Gazeta Shekulli fillon me kryerartikullin e saj Topalli kap për zhelesh kandidatët e Berishës. Ikën prefektja e Shkodrës, Voltana Ademi, propozimi kreut të PD-s ngrihen në zonë e sigurt të besuarit e Topallit, Barspahia e Gjok Uldeda i listat përfundimtare Shkodrës, deputetët që rrezikojnë për faqësimin në kuvend, një shkrim që do e gjeni në faqen 4, 5, 6 dhe 7. Tim Peka, gazetari i Berishës, akuz për rrugët duhet shkuar në Kosovë për të ardhur në Kukës. Një shkrim të faqen 6. Koment nga Fatmir Shehu, koalicionet, një zgjidhje e nevojshme. Një shkrim që do gjeni në faqen 8 të gazetës Shekulli. Greqi, denoncimi të burgosurit 350 shqiptar jet ferri në burgun e Grevenasit. Një shkrim në faqen 10. Sai Dolapi, amnistia qes fal kamat vodesat për faturat e energjisë. Një shkrim në faqen 11. Në faqen 23, për një dekad kam veshur me këpucë të gjithë artistët e operës. Hysén Kaso ka rreth 30 vjet që merret me radhinë e këpucës, këpucari i teatrit të operës dhe baletit, është heroi i heshtur i shfaqjeve artistike. Adelina Tatej baste me skedina për shef dhe lek, rrëfimi 20 vjeçares që frekuenton pjegat e basteve dhe dëshira e saj për të thyer atë që shikon si realitet maskullor. Një shkrim shumë interesant që do të gjeni në faqen 18 të gazetës Shekulli. Arta Dhimo nuk u bëre skulptore, por skalistor të vipave. Një shkrim në faqen 14 dhe 15. Kemi përfunduar me gazetën Shekulli për të shkuar tek gazeta Shqiptarja. KQZ gjobit 3 parti PD, PS, LSI kandiduan pak gra. Mos batimi i kriterit gjinor, Partia Socialiste penalizohet me 6 milion lek, Partia Demokratike dhe Lëvizja Socialiste për Integrim me nga 4 milion lek të reja. Një shkrim në faqen 5. Intervista, deputeti i LSI-s, largimi i tij do ta dëmtojë të majtën. Lefter Koka, Rama i premtoi Dukës për kandidimin, 2 kunetër s'është arsye. Një shkrim nga Darina Tanushi që do e gjeni në faqen 2 dhe 3. 2 në pranga, premtimi për shtëpi i morën 75.000 euro emigrantit. Një shkrim në faqen 9. Kreu i urdhëritoi infermierit fushata 1000 vet u punësuan. Një shkrim në faqen 8 të gazetës shqiptare. Vrasja në Tiranë, bashkëshortja e biznesmenit nuk ka patur konflikte prone. Një shkrim në faqen 6. Futboll, fotot e sherrit në kategorinë e 3 hyn në fushë policia. Një shkrim në faqen 30. Sonë Milosao, ese dhe histori kuvendi i fanit, një pavarësi shqiptare para vitit 1912. Të do të gjeni në suplementin e gazetës shqiptare. Bashkim Sheu, Mehmeti nuk më linë të dilja, më tha, mos ri me kadaren, nga Fatos Veliu në faqen 10 dhe 11.
Nga Ilir Dhima vjen opinioni i ditës, fiton jo vetëm Rama, një shkrim në faqen 20. Nga Shkodra në Vlorë, lista e 22 kalave që do i jepen me qira biznesit, një shkrim në faqen 16. Kemi përfunduar me gazetën shqiptare për të shkuar tek shqiptarja.com. Shqiptarja.com hapet me kryer artikullin e saj, kandidatët familjar, bashkëshorte, kunetur, kushurin dhe bab e bi. Një shkrim në faqen 3. Koment nga Afrim Kresnishi, loja për votën dhe Ismail Qemalin, një shkrim në faqen 21. Deputeti Kol Prela i pushkatuar i pavar, një shkrim nga Prel Milani. Pretenca, ky tradhtar i poshtër, një shkrim në faqen 10 dhe 11. Në faqen 22, Big Brother 6, eliminimi i 2 fish largohet nga loja, Edberi dhe Joana. Dëshmia si u vra kurdi nga mirëditori 19 vjeçar në burgun e Greqisë, një shkrim në faqen 7. Truprohet e Berishës godasin lypsin, dëshmia desha vetëm t'i thoja, s'ka që të bëj njëri, do bëhesh president, një shkrim në faqen 2. Në suplementin rilindasi, priësat shqiptar në 1917 në dyert e Vjenës, një shkrim në faqen 13 dhe 22. Shkojmë tek gazeta Koha Jon, që hapet me kryer artikullin e saj, Zanjer i OSBE-s opozita të plotësoj vendet në KQZ. Në intervista, Lamberto Zanjeri apel politikës që të punoj për proces zgjedhor legjitim. Ramës i thash dhe në Vjen që s'ka fillon me sigurimin e një KQZ-je me antarësi të plot. Pohimi për Shqipërinë jemi duke punuar ngushtësisht me Bashkimin Evropian. Një shkrim në faqen 5. Më falni. Pak femra në list, KQZ, Gjobit PD, PS dhe LSI-n me 14 milion lek. Ta dish, unë të dua nga lartë, më prekësh vetëmin, të ndjej mungesën, të ndjej pranin, por unë nuk dua ta dish, ti nuk duhet ta dish. Nuk dua ta dish, nuk dua. Kukës Berisha Rama, një alternativ kërcënuese, një shkrim në faqen 2. Prezantimet Rama Flora Porta për Mesteu, një shkrim në faqen 2 të gazetës Koha Jon. Bogdani PD Rama Liksi e Mirim i mori gruan shokut, një shkrim në faqen 5. Lista punësim në Greqi, emrat e rinj të aplikantëve fitues, një shkrim në faqen 23. Qez kamatvonesat e dritave, shqyrton amnisti, një shkrim në faqen 8. Urdhri penguan 2 ekstradime, Halimi nis inspektimin e gjyqtarëve, një shkrim në faqen 9. Reportazh turistët polak në eksplorim të Shqipërisë eksotike, një shkrim në faqen 18. Në Koha Sport do të gjeni intervistë me Duka, Norvegjia tërsi i suksesit drejt botërorit Brazil 2014, një shkrim në faqen 13 dhe 18. Debjasi mos më kërkoni emra shqiptarët si Cana janë Seria A. Vazhdon revolucioni Kuqezin e Ziraj pas Gjasulës, Sadikut, Berishës dhe Bashës. Intervista, Klodian Duro e mbylla karrierën pres ndeshjen e Lamtumirës. Të gjitha këto do t'i gjeni në Koha Sport. Kemi përfunduar dhe me gazetën Koha Jon për të shkuar tek një tjetër përditshme, është pikërisht gazeta Tema.
Politika Rama qel fushanën në Florë Berisha lëvedhën patosin, një shkrim në faqen 5. Revoltohen Maqedonasit në Shqipëri, një shkrim në faqen 7 të gazetës Tema. Duka vi në këtë fushat për të mos dëmtuar eskën, një shkrim në faqen 4. Topi opozita të plotësoj KQZ-n, të mos javar ujkut mëlqit në qaf. Një shkrim në faqen 5. Listat e zgjedhësve, vëzhgimi i parë i Odir, një shkrim në faqen 3. Qim Pega se ndal sulmi ndaj qeverisë me ndihmën edhe të PS-s, një shkrim në faqen 4. Në Shqipërinë e Sali Berishës, fëmijët punojnë dhe trajtohen si sklever, një shkrim në faqen 6. Nga Berobasi, editorial përse kandidoti Edi Rama në Florë, një shkrim në faqen 8. Nga Ertan Duga, ngërçi artificial e ka emrin ligj sjetor, një opinion që duhet gjetë faqen 8 dhe 9. Nga Altin Ketro, i djathti kastriot kundër të majtit islami, një shkrim në faqen 9. Në rubrikën Antena brenda familjes, Muli qel fushatën në katund të vet. Kemi përfunduar the me gazetën Tema për të shkuar te gazeta 55. Zoti Rama, jeta jon është një iceberg turpesh. Në pak javë, Rama do përfundoj në nekropolin e politikës deklarat nga deputeti i PD-s Kerti Bogdani. Në Brëndësi, OSB-ja të plotësohet KQZ si parakusht për sjellje të lira. Ja se si ortaku i Ramës futi të gjithë unazën për 25 metrash të gjerë si sipërfaqe e sheshit të ndërtimit. Nga Edem Babani është atë arsye plus për të mos votuar Ramën dhe aleancën e tij. Kryeministri, rritja e pensioneve dhe rritja e pagave, politikë konstante e qeverisë. Forum kur e pamoralshmja sfidon të moralshme, shoqëria humbet drejt peshimin nga Mexhit Prenci. Nga Kastriot Marku, bota shqiptare pa Ernest Kolishin me rastin e 110 vjetorit të lindjes. Nga Hashim Thaçi, parveshja shpresë për një botë të lodhur nga luftrat. Kemi përfunduar dhe me gazetën 55 për të shkuar te Gazeta Nacional tek e përjavshmja letrare, politike dhe kulturore. Kosova 400 vjet në udhëpërshkruesin e huaj, një shkrim në faqen 14 dhe 15. Nga Flamur Buçpapaj, editorial nevoja e vijimit të reformave, një shkrim në faqen 20. Agim Gjakova, më falni, shëmbulltyr origjinale e letërsisë shqipe nga Mazlum Saneja, një shkrim në faqen 10. Elhajda Dani triumfon përsëri në garën për të The Voice of Italy, një shkrim në faqen 21. Në Brëndësi do të gjeni përkthime, tregime, studime, poezi dhe sigurisht edhe kritika letrare. Presidenti Nishani dekoron me urdhrin deri i komit gazetarin Eles Piberaj, një shkrim në faqen 12. Koncepti simbolik dhe reflekset e sintezave në legjendën e Rozafatit, një shkrim në faqen 3. Kemi përfunduar edhe me Gazetën Nacional për të shkuar tek Gazeta Sportive Panorama Sport. Kosova e Kuksi në fes Skënderbeu ngret triumfi, një shkrim në faqen 2 dhe 4. Josa titulli dedikim për familjarët e lojtarët, një shkrim në faqen 3. Ndeshjet fiton vllaznia, flamurtari e mbyll me parasim, një shkrim në faqen 5 dhe 6. Kategoria e parë, tensione e dyshime mbjetojnë Dinamo dhe Elbasani, një shkrim në faqen 8 dhe 9. Ndizet Lushnja priten 10.000 tifoz, një shkrim në faqen 10 dhe 11 të Panorama Sport. Dënuan arbitrin, dënohen për jetë 7 futbollistë, një shkrim të faqen 12. Lumbirash në Münih, Bayern feston titullin, një shkrim të faqen 20 dhe 21. Titulli Juvja, spektakël pa rekordi italien, një shkrim të faqen 16 dhe 17 të gazetës Panorama Sport. Spanjë, barazon Reali, Barca shpallet kampione, një shkrim në faqen 23. Kupa e Anglisë, shokon Manchester City, triumfon Uigani, një shkrim në faqen 22. Kemi përfunduar me gazetën sportive, kemi i dhënë fund edhe gazetave të ditës së sotme, shtypjet e ditës, kemi parë se çfarë janë shkruar për sa i përket ngjarjeve më të rëndësishme të fundit. Ora saktë shënon 7:41 minuta, ne do të shkojmë në një këngë për të
pasur për pas një lidhje telefonike direkte me Majlina Peliencin, sekretaren e Federatës së Shahut, për ta treguar pak për aktivitetet që është bërë këto ditë, për sigurisht edhe konkluzionet që kanë dalë në ditët e djeshme dhe fituesin Erald Dervishi në Federatën e Shahut për sa i përket Shqipërisë. Shkojmë në muzikë, rikthehemi sërish në Dielën Mirëmëngjes, që ndroni me ne. Nuk e harroj që çdo ditë adhuroj. E di që nuk e harron. Është gogë shumë e lezetshme që i shkon për shtat sigurisht edhe temës së emisionit sot. Mirë, kanë mbritur mesazhet e para në fanpage-in e Diela Mirëmëngjes për sa i përket poezive, kështu që njerëzit kanë reaguar. Është një testim shumë i mirë kjo që i bëhet njerëzve romantik, që nuk është e thënë që të shkruash edhe për personin e dashur, por nëse je dashuruar, mund të dërgosh këto vargjet e dashurisë. Po, dashuria është universale, më njerëz, kështu që mos u trondni, ju mund të thoni edhe 2-3 vargje të një poeti ose një poezie që ju ka mbetur në mendje për nënën tuaj, që e vlerësojnë gjë më të çmuar në botë. Unë për shembull do ta bëja padyshim që po. Për t'ju nxitur pak në 04 234 7577 dhe sigurisht që pas pak minutash do të lidhemi me Majlina Peliencin, sekretare e Federatës së Shahut,
për ta treguar për turneun e hapur ndërkombëtar që u zhvillua për herë të parë në Durrës nga data 4 deri në 11 maj. Mirë. Kemi Majlindën gati, pastaj do të kalojmë tek dy poesit që na kanë ndërkuar me muzikë shumë romantike edhe kështu melodi tritëruese në sfond. Okej. Majlinda? Alo? Majlinda, më dëgjon? Po? Mirëmëngjes, si je? Mirëmëngjes, mirë, faleminderit. Mirë, jemi drejt për së drejti në emisionin Edina Mirëmëngjes, edhe në këtë lidhje live, sigurisht falenderoj papas që ke marrë impenjimin për të zgjuar në mëngjes edhe për të pritur telefonatën tonë. Edhe unë falenderoj juve. Mirë, okay. Do na tregosh pak se si ka shkuar aktiviteti? Ky turneu i hapur ndërkombëtar që bëhej për herë të parë në Durrës nga data 4 deri në 11 maj, edhe më pas flasim pak për pjesëmarrësit dhe fituesit, sepse është shumë e rëndësishme që edhe Shqipëria bën turne të tilla kaq shumë të rëndësishme. Aktiviteti shkoi goxha mirë brenda pritshmërive që ne kishim në organizimin që në momentin që ne iniciuam organizimin e këtij aktiviteti. Pjesëmarrja ishte e gjerë, pjesëmarrja e mjestrave të mëdhenj dhe mjestrave ndërkombëtar gjithashtu ishte goxha e mirë, 10 mjeshtra të mëdhenj dhe mjeshtra ndërkombëtar pjesëmarrës në këtë turne, gjë që mundësoi edhe rritjen e cilësisë së aktivitetit për të arritur edhe normat bura nga Federata Ndërkombëtare e Shahut dhe për rritjen e cilësisë sportive të këtij aktiviteti. Vendet pjesëmarrëse, Majlind? Urdhë? Vendet pjesëmarrëse. Vendet pjesëmarrëse. Edhe sa shahist kishte? Ishin 8 vende pjesëmarrëse, duke filluar nga Shqipëria, Kosova, Maqedonia, Malizi, Serbia, Bosnia, Lituania, Rusia, Bullgaria, e të tjerë, edhe pjesëmarrja ishte 70 vet dhe 70 sportistë shahist. Dhe pjesën më të madhe e bënin e përbonin sportistët shqiptarë sigurisht, por kjo ishte edhe arsyeja pse ne zhvilluam një aktivitet të tillë për të mundësuar pjesëmarrjen e sportistëve tanë dhe për rritjen e tyre të cilësisë sportive nëpërmjet këtij turneu. Le të flasim pak për mbështetjen jo vetëm të sportistëve dhe të shahistëve shqiptar, por edhe për një lloj fryme bashkëpunuesi që ka pasur midis institucioneve, nuk e di, financuesve, sponsorëve. Sigurisht ishte një aktivitet i cili u mundësua tërësisht me mbështetjen e sponsorëve të ndryshëm dhe unë në këtë rast do doja të thoja që dhe t'ju bëja thirrje të gjithëve që sporti është një mundësi për të promovuar gjithsecili aktivitetin e vet dhe gjithashtu për të ndihmuar dhe për të ecur për krah për të realizuar synimet dhe objektivat përkatëse. Ne zhvilluam aktivitetin në Durrës. Po. Për të bërë në këtë rast edhe një promocion të turizmit shqiptar dhe për fat edhe koha në këtë periudhë ishte shumë e bukur dhe gjithë mjeshtrat e mëdhenj të ardhur dhe mjeshtrat ndërkombëtar u shprehën optimist dhe shumë të kënaqur nga ky organizim, gjithashtu edhe nga bukuritë e vendit tonë. Okej, Majlind, diçka të fundit për të shtuar i dashur? Atëherë unë do doja të thoja që ky ishte një aktivitet i cili u realizua me sukses. Sportisti fitues në këtë aktivitet për fatin tonë të mirë ishte Eral Dervishi, mjeshtri i madh ndërkombëtar. Dhe me këtë rast treguam dhe kemi një cilësi sportive në shah, por ne kemi nevojë për shumë mbështetje nga të gjitha institucionet, duke filluar që nga Ministria e Turizmit, Kulturës, Rinisë dhe Sportit dhe gjithë bashkitë dhe klubet sportive për të mbështetur sportistët e tyre dhe për të realizuar cilësinë sportive. Mirë, me fjalën e Eralit dhe me premtimin që më bëri dje, dhe unë i premtoj teleshikuesve që një nga të djeja do ta kemi. Majlind, falenderoj shumë për predispozitën për të qenë pjesë e emisionit edhe angazhimin gjithsesi për të qenë pjesë e emisionit Edina Mirëmëngjes dhe për na raportuar në një farë mënyrë për këtë aktivitet shumë të rëndësishëm të Federatës Shahut edhe për fituesin gjithashtu. Ju falenderoj dhe ju dhe
ju keni qenë gjithmonë vazhdimisht edhe promovues të aktiviteteve tona, kështu që ishte natyrshme pjesëmarrja ime sot në mëngjes. Faleminderit. Faleminderit jo. Okej, shkëputemi me Majlindën, ora saktë shkon 7:52 minuta përpara se të shkojmë në publicitet dhe këngë dhe përpara se të vi zoti Temir Gjergji, poet, për na folur për poezinë edhe me si po pres në fakt për të lexuar disa poezi romantike. Na kanë bëritur në adresën ton Edila Mirëmëngjes në fanpage-in e rrjetit social Facebook dy poezi shumë interesante nga dy individ të ndryshëm që kam preferuar ti ndajmë bashkë me një melodi shumë të lezetshme në sfond për këto 2 minuta që kemi në dispozicion. Mirë, mesazhi i parë thotë Mirëmëngjes Elisa, urime për emisionin dhe temën shumë e lezetshme me vërtet. Kisha një dy vargje për shoqen që admiroj. Kështu që mund mos jetë domosdoshmërisht e dashura ose dikush që ju keni një marrëdhënie. Dhe fillon. Të dua pa mas, të dua pa dallim, të dua më tepër se sa shpirti im, të dua me fjalë me gërma, por të dua më shumë nga shpirti e nga zemra. Lidhen e mirë dhe urime të gjithë dashuruarve, kurse për ata që nuk dashurojnë kam një mesazh. Thot mesazh dërguesi: pini verë të kuqe. Mirë, e gjitha kjo më duk si një poezi, kështu që e falenderoj pafund mesazh dërguesin që ka preferuar të mbetet anonim. Mirë, vin mesazhe pafund në inboxin e së Dielës Mirëmëngjes, do ndajmë me ju edhe një poezi tjetër shumë të lezetshme. Kështu që muzika dhe melodia në sfond vazhdon, duhet pasur parasysh që kam me fat sot sepse pas kam dhe 1 minutë kohë përpara se të shkojmë në publicitet aq shumë të rëndësishëm. Dashuria është një gjë e thjeshtë, është si dashuria ime për ty. Për mua, je si një lule që cel çdo ditë në zemrën time. Kur të pyesësh veten se çfarë është dashuria, imagjino 2 duar të përvoluar që takohen. 2 shikime të humbur me njëri tjetrin, 2 zemra që driten përballë ndjenjave pafund, dhe pak fjalë për ta bërë këtë çast të pavdekshëm. Je drita ime, të dua, drita më e bukur për mua. Drita e diellit reflekton bidet, por që kur pash të tu, u dashurova pafund, marrësisht. Sepse ti je drita. Duar trokitje për mesazh dërguesit, jo për mua. Mirë, 7:54 minuta është ora e saktë. 0423475777 është numri jon i kontaktit për poezi dashurie. Po flasim sot edhe ato që janë kundra poezive ose që mendojnë se po çfarë thot kjo Elisa, ku ekzistojnë këto njerëzit romantik ose poezitë po përpara kanë qenë më të bukura se ato të poetëve tani, të ngrenë receptorët edhe pa frikë fare të bëhen pjesë e emisionit e Diela Mirëmëngjes, sepse ne këtu jemi shumë replikues. Kështu që pse jo, ta bëjmë të dielën tonë më aktive për të pasur edhe një të diel kujtim të bukur që kemi thënë poezi një herë në kohë në një emision të Ora Newsit që drejtohej nga Elisa Gjerani në Dielën Mirëmëngjes. Shkojmë në publicitet, në këngë dhe rikthehemi sërish me poetin Demir Gjergji, do flasim ende për poezi. Mersi nata na mbulloj, një kitarë qetësime prish, dëgjohet lehtë një këngë, serenatë të dashurisë. Nata na mbulloj, një kitarë qetësime prish, dëgjohet lehtë një këngë, serenatë të dashurisë. Un me shokun po I këndoj, që një sot sognare, lontane tingu tristini, dali nga sto chitarra.
Dhe gitara na bashkoj në këtë natë të qetë, emocionin ta jetoj ashtu si lume. Dhe gitara na bashkoj në këtë natë të qetë, emocionin ta jetoj ashtu si lume. Unë me shokun po i këndoj, që sono sognare, locale tengo tristini, dall'inganno chitarra, lo tritare ai toni, dove gioia fa così, sono in poco amba, e non donna pro tristini. Gjumi plot me ëndra, ti u zgjove menti tim, të pëlqente se nata, këtë më thoja vetëm ti. Dhe nga gjumi plot me ëndra, ti u zgjove menti tim, të pëlqente se nata, këtë më thoja gjithë. Mirë, jemi rikthyer sërish në studio, të mbaj natë në sfond, Meda dhe Flori në muzika por? Labio, okay. Blazer jam, kështu që jam shumë në rregull. 85 minuta e shora 0423475777 është numri i kontaktit për poezi dashurie, po flasim sot. Kam të ftuar për herë të parë Zorin Demir Gjergji, poet, faleminderit që jeni këtu. Mirë se jetëm. Ishte impenjim më vete të zgjoheshe të dielave në mëngjes? Në fakt të dielave zgjohem vonë sepse fle shumë vonë. Zakonisht natën e kam orë të punës, orë të meditimit, orë të vetmisë, sepse njeriu i duhet vetmia, i duhet meditimi, i duhet gjithçka. Pas gjithë asaj atij trafiku të rrëmueshëm të ditës, pas gjithë atyre rrafkimeve për të bërë këtë, për të kapur atë, për të arritur këtë, për të kapur orën që po të ikën shpejt etj, të duhet një qetësi, dhe kjo më mirë se sa kjo qetësi është nata. Katareja thotë diku ti ruhemi mendimeve të natës, por ai thotë në atë moment kur vetëm mendimeve të natës, në ato mendime që vijnë nga urteku i ditës dhe shkojnë në digën e natës, aty për ty ripërtypen dhe krijon pa një gjë tjetër. Kur krijohen poezitë e dashurisë, Demir. Dashuritë në diskretizmin e tyre natyrisht fole kanë natën, kuptohet. Por gjithsesi vështrimet, takimet, kafet sot, çatimet që janë bërë sot elemente të dashurisë janë ditën, janë rrëmujnë gjithçka, sepse dashuria komplekse të gjitha gjërat me trashëgimin. Ti vetë kur frymëzohesh për dashurinë, për muzën tënde ideale. Kam përshtypjen se kjo puna e të fjeturit vonë ka një lidhje me këtë që po them unë. Ka lidhje me ato që thash. Ka lidhje me një çast kur ti duhet ta mbledhësh veten, qoftë mund të kesh bërë një marrëzi, një aventurë, mund të kesh ka përzyer një rregull mirësjellje, edhe këto të gjitha bëhen kur njeriu është i dashuruar, kur njeriu është i plot me ndjenja, është një uragan ndjenjash brenda. Dhe këto ndjenje më mirë se sa kushdo të jep dashuria. Dashuria mendoj unë që madje do të thosha që edhe bimët, edhe lulet dashurohen me njëra tjetrën, dhe mesazherët e dashurisë të tyre janë insektet, janë bletët, janë që dhe po të mos ishte kjo, po të mos ishte
Pse i kanë ngjyrat, pse i kanë lulen, pse i kanë petale, sepse për t'i rënë në sy lules tjetër, për t'i rënë në sy bimës tjetër dhe bleta shkon i të rejtë vëmanin kjo ngjyrë, kjo hieshi, siç ke ti këtë hieshi sot që je në këtë ekran, ashtu ka dhe lulje, ka ngjyrën e vet, ka aromën e vet, sidomos që të rejtë bleta shkon dashurohen, bëjnë të themi hapur, bëjnë seks, domethënë me insekte dhe kështu krijohet ajo është elementi i parë i rikrijimit të botës dashurie. Kuptohet, pastaj bile do të ishte shumë interesante që të dish se si dashurohen bimët, se si dashurohen insektet, se si dashurohen dhe kafshët me njëra tjetrën, sepse tek njerëzit ka hyrë logjika, kurse ato nuk kanë logjikën dashurinë e tyre, ato kanë vetëm këtë element që thashun, po kanë edhe se mos thon shikuesit tani që ka ardhur këtu na bëj teori për dashurinë, është një marrëzi të bësh teori për dashurinë. Nuk ka teori të përcaktuara, mendoj unë. Nëse dikush do mendon se unë jam dakord me ata psikologë që nëpër gazeta shkruajnë 1 2 3 5 rregullat e dashurisë, 1 2 3 7 rregulla për të tërhequr vëmendjen në një vajzë. Këto janë gjëra, mendoj unë, ca kanone që janë të marrëzishme, mendoj. Dashuria s'ka asnjë rregull, s'ka asnjë ligj. Dhe psikologët për shembull tha që shkojnë thellë, mendoj se po shkojnë thellë për të hyrë dashurisë thellë, do të ishte bukur që përveç metabolizmit, përveç mënyrave të rishumimit e të tjera, do të mendonin të hynin në brendësi të si dashurohen, fjala vjen dy zogje, si rrin, i tërheqin vëmendjen njëri tjetrit e tjerë. Pastaj tek njeriu, siç thash, hyn logjika, dhe aty ku hyn logjika, ca gjëra prishen, sepse logjika është ajo që i shkon kundër natyrës. Logjika njerëzore, mendoj unë, në momentin kur njeriu filloi të mendojë dhe filloi ta mendojë dashurinë, unë mendoj se dashuria nuk mendohet, por ndjehet, vazhdimisht ndjehet, dhe nëse do të hynë në një moment mendja, fjalëve ta dua këtë vajzë, po sikur kështu thot mendja, kurse zemra thot duaj këtë vajzë, sepse ajo mund të jetë pak e zeshkët, mund të jetë pak me në një cen në paraqitjen e saj, por ajo është e mrekullueshme sepse ti ndjen për të. Edhe këtu hyn një ndeshje midis ndjenjës dhe Okej, mirë. Po thuaj se të gjithë njerëzit mendojnë që ju poetët, po të referohem me ju për të përfshirë. Po mund të them edhe në poetë, sepse në dashuri gjithkush është poet, ama ta dish. Okej. Jeni paksa ndryshe në perceptimet, në muzat tuaja të frymëzimit, në oraret që gjeni për të tetur ty vargje, edhe në mënyrën që nuk jeni të kornizuar për sa i përket dhënjes së një mesazhi, dhënjes së asaj çka ju ndjen me të vërtetë, ju mjafton vetëm një laps e një letër edhe. Korniza është kufiri, korniza është ajo që e formaton gjën, kurse ndjenja e njeriu, dhe sidomos ndjenja e poetit, është kundër formatit, është antikonformizëm i gjallë, domethënë nuk mund të mendosh kurrë që një poet duhet të shkruaj në këtë format, në këtë stil, në këtë gjë. Ati i vjen, ati e ka brenda gjithçka dhe ajo që është brenda nuk mund të ketë korniza. Nuk e di, sidomos kur bëhet fjalë për ndjenjën e dashurisë, një poezi, fjala vjen traktat për të bërë një gjë të mirë për njeriu, për të ngritur në këmbë një ushtri që çoj të ftoj për paqen e tjera, mund të ketë një lloj formativi sepse përcjell një dogmë, përcjell një mesazh, e qoftë dhe ky politik ose qoftë dhe ky shpirt ndezës për të shkuar diku, kurse në dashuri nuk bën të gjëra. Në dashuri gjithçka vjen, diçka thot shpirti, thuhet se brenda siç shpërthen vullkani pa ndonjë përcaktim, pa ndonjë ligjësi të rregulluar dhe kështu për të arsyesh dhe shkatërrues nga një pikërisht kështu shpërthejnë ndjenjat e dashurisë. Dashuron njeriu më shumë se një herë. Duke pasur parasysh ka forma, mënyra të ndryshme. Sigurisht që dashuron më shumë se një herë, veç se dashuria e parë kurrë nuk mund të harrohet. Gjërat e para në jetë të njeriu nuk harrohen. Qoftë një frikë e parë, qoftë një vështrim i parë, qoftë një person i parë, qoftë një ngjarje që të katron ditën fillim. Gjërat e para kurrë nuk harrohen, sidomos dashuria e parë nuk mund të harrohet. Pastaj vijnë dashuritë të tjera ku njeriu fillon fut sa element nga dashuria e parë, ta bëj kështu, mos ta bëj kështu. Ose mundoj të kërkoj çka se i gjen ose si gjen, natyrisht, sepse pikërisht se nuk e gjen është, sepse në moment kur ti i gjen të gjitha gjërat, kur dashuria fillon të përsoset, fillon të lumohet, fillon të merr trajtën e të përsosurës, atëherë ajo fillon të largohet. Dashuria është fshehtësia. Nëse ti ja zbulon të gjitha gjërat, i shkon deri në fund dashurisë, atëherë ajo venitet. Nuk e
e di, po nuk është më të ndjell, të afroj. Ti për shembull je ke zbuluar një partner, një djali, të gjitha gjërat, atëherë çdo gjë është më tek ai. Të duhet të largohesh, të fillosh të ndjesh mallin, të fillosh të mendosh që ai ka bërë ca gjëra të tjera, ka ca hije të tjera prapë në shpirt të cilat unë duhet t'ia zbuloj, duhet t'ia gjej. Dhe këtu fillon rikthimi tek dashuria. Dashuria është si fortuna, është si rrëmeti, siç thot në një frashëri diku. Pra ai njeriu trishtohet, urren, dashuron, urren në dashuri, dashuron në urrëtie. Të gjitha këto janë brenda dashurisë, nuk e di. Në fakt, unë do doja të ndaleshim në 2 poezi për t'i dhënë pastaj pjesës 2 bllokut 2 të bisedës, ora saktë çon 8:13 minuta, po pse janë shqiptarët kaq shumë timid ndaj Ku shqiptarët timid? ndaj farë veç që vetë ato kanë shkruar dhe nuk e dajnë në publik po, përpara objektivit kameras po edhe me zë dhe me audio po. Shqiptarët e në Ballkanës, ki parasysh që Ballkani është një vend mal, është një vend lumejsh të rrëmujshëm, një vend thyrjesh të mëdha, dhe aty ku ka thyrje të mëdha të relieve dhe njeriu e ka brenda, i ngjan shumë sepse njeriu është pjellë e rrethanave, e kushteve, dhe e ka shpirtin të thyrë dhe dashurojnë të dua më qenë. Më thuaj një popull, një kom që thotë të dua më qenë, që thotë dash brama kjo qenit, është për te shpirti im, për te zemra ime, për te loçka ime, si thon kosovarët e tjerë. Pra, imagjinoj si do jetë dera ajo me eufemizëm të tillë, ajo pastaj ka fluturuar, qoftë mbyllur në 7 pal Chelsea apo në 7 pal Puflira, ajo është ai rrimendja tjetër tek ai që ka thotë qenit. Pra, janë gjëra që nuk e di, unë mbase kam librin të orakullit, e kam sjellur edhe për ju. Është libri i fundit që është botuar, i pajisur dhe me një CD ku i gjithë materiali është brenda në audio, e kam thënë edhe një herë tjetër këtë, por kam dhe pas këtij libri mund të lexoj në një poezi më vonë prej tij. Kam dhe disa krijime të fundit fare që i kam sjell posaçërisht për emisionin tuaj, më bëri përshtytje, poezi dashurie keni bërë një gjë të mirë. Një zgjedhje të mirë bashkë me Verën që pas pak do ta gustojmë, do ta provojmë. Po atëherë na thuaj. Po qëndroni edhe ju me ne. Pse jo? Por si tregota. Do ishim mrekulli. Largoni fjalën nga ekrani vjen tani. Jo, s'besoj. Fëmijë të punë. Bile fëmijë, dashuria nuk ka moshë. Fëmia Freud e thotë diku që fëmia dashuron. Fëmia dashuron që në vogli, mua më kujtohet kam qenë moshën 5-6 vjeç që shikoja një vajzë bjonde që ikte rrugës kështu dhe unë bërtisi këndoja bëj një pipz i bija saj pipzës. Ka qenë dashuria e parë? Jo, nuk më ato kanë qenë theksit e para të një ndjenjë që thash, sepse është një naivitet, domethënë është fëmia nuk është pjekur seksualisht për të do elementeve vetë dashuria. Mirë, të gjithë njerëzit po mendojnë që këto poetë dashurohen që në moshën 6 vjeçare. Pak melodi romantike, se po bëhet gati Demir Gjergji, që kam kënaqësi ta kem sot në studio për të dar impresionet e tij edhe muzat e tij të frymëzimit kundrejt dashurisë. Kemi shumë për të thënë dhe për të folur, kështu që ndalemi në 2 poezi. Po, unë do lexoj poezinë e parë Orkideja. Orkideja. Në fundit. Më në fund e shkele ben, pasi natit natë gjatë. Vjen më flet për orkiden, dal paq nga kjo lëngat. Ndërsa vija për te këti, orkideja mu vu pas me arome bukuri që ti kisha te ky qast. Më tregon si orkideja qeli mua të mëngjes kur u derq e mundur heshtja, e unë thosha po të pres. Ti rëfen dhe dal nga dal, kthehesh vet në orkide, ndërsa lulja në përmall, më sëron në natë atje. Pra pas një grindje, betohen të dy që unë s'do të flas më, s'do të takoj më dhe rrinë me shqisat të ngreura se kush do flasi i pari, kush do t'i thot, kush do ta çaj akun përsëri i pari, dhe kjo e bën shumë të bukur dashurinë, pastaj e bën një pritje, një dilemë të madhe, një nuk e di se ç'të them. Dhe poezin tjetër që është më e fundit që e kam shkruar, madje e kam shkruar par dia kam shkruar këtë poezi. Sikur ta dinim ne që ka lëvruar tira jote kohë e fundit. Më kote keni bërë këtë emision. Arratisur ti thonë. Si mund ta veshim të njëjtën ditë ose të njëjtën javë? Si mund të fshihemi në të njëjtin maj ose në të njëjtën jetë?
Si mund ta shohim të njëjtin Zot prej zjarri, të njëjtën nimf prej drite? Si mund ta dëgjojmë të njëjtin lum në gjumë, të njëjtin shi në verë? Si mund ta urrejmë të njëjtën dashuri, të duam të njëjtën urrëtie, braktisur meje, arratisur teje? Pra është ajo që sa po thash pak më parë që si mund të jesh brenda kësaj jete kur ti e urren atë, kur ti nuk do të takosh, kur ti jeni grindur keq, jeni prishur keq, sa më shumë jeni grindur, aq më shumë duheni së brendshme. Po mirë, më shumë frymëzuese janë këto dashuritë e mundura, dashuritë që mund të takosh. Jo, dashuritë e pamundura, dashuritë e pamundura më shumë. Kur një person ndjen për dikë që ne cilësojmë atë termin dashuri platonike. Pamundësia është si më doli këtu te dashuritë platonike. Shiko, dashuritë platonike janë sharmi i letërsisë. I gjithë letërsisë do thosha. Që do thot poetët e gjitha kohrave. Dante Alighieri një herë pa Beatricën, këtë e dim të gjithë. Një herë duke kaluar si vetëtim në një pajton, tamam si një meteori, kështu, ai mbeti i manitur e pa atë floditjen e flokëve të saj, kujtojnë kohën atëherë, që s'kishte këto fustane që ke veshur ti, nuk kishte. Edhe bëri komedi minore pastaj. Nuk kishte gjëra të këtilla, por ai e mpati gjithmonë Beatricën simbol të dashurisë së tij dhe nuk desh asnjëri tjetër përveç Beatricës, pavarësisht se e pa vetëm një herë. Don Kishoti i Manxhës bëri të gjitha ato aventura, të gjitha ato budallëqe, të gjitha ato e kishte shqiptarin e varfër Sanxho, ja mori shpirtin dhe ti hajde pas meje të mundi mbullit e erës, hajde të shkojmë të luftojmë me ata që kanë bërë këtë dhe i binte shqyteve të atyre buteve të verës, gjoja sigurisht e gjaku etj. Aventura të marrëzishme. Pse? Vetëm për të takuar dylqinjen e Tobozës. Pra shikoni se ç'marrëzire bën dashuria, se ç'aventure, se ku të çon ajo, pra është një, nuk e di ç'të them. Pra e pamundura dhe fshehtësia e bën dashurinë të fortë dhe e bën dashurinë të jetë vërtet dashuri. Kjo është dashuria platonike. Po mirë, ti vetë ke dashuruar ndonjëherë? Po sigurisht që kam dashuruar, që shkë pyetje, sigurisht që kam dashuruar. Nuk janë kurioz të gjithë teleshikuesit e mirë, kështu që duhet ti pranojmë të gjitha pyetjet dhe komentet. Kam përshtypjen se poetët e kohëve të shkuara, duke filluar që ka Dante që ne përmendëm edhe ka plot emra që nga Safoja, e kam parë dashurinë, kanë shkruar për poezi dashuria, po sikur e kam parë në një këndvështrim tjetër. Ndërkohë që poetët të ardhur në kohë shikojnë ndryshe. Shikoj, në kohë të ndryshme, në mënyra të ndryshme e jetesës, në situata të ndryshme, në rrethana të ndryshme, në kushte të tjera, natyrisht që dashuria perceptohet ose si thua përjetohet në disi ndryshe. Pavarësisht se ajo është shpirti dhe shpirti i njeriu nuk ndryshon asnjëherë, ndjenja e njeriu qoftë në një vend më të larg të kësaj bote ose qoftë në një vend më të thellë në historinë e njerëzimit, shpirti i njeriu është po ai. Dhe pra dashuria si pjesa kryesore e shpirtit të njeriu nuk mund të ndryshojë si ndjenjë, por nërsa ti po i çon një mesazh në mos gaboj një të dashurit tani, fjalë të ftuarit, mos qofsh e gabuar. Pas pak do të presim Levent Nurellarin, enolog, kështu që ai ka mbërritur në studiot e Ora Newsit për ta shoqëruar pastaj me verë. Ç'ditë kanë bërë sot, ë? Dashuri, verë dhe çfarë tjetër? Dhe poezi. Dashuri, verë, poezi, transmetim direkt. Është ëndje, është dhe këndje. Pastaj sot kanë ndryshuar ca gjëra shikoj, çdo brez që ikën nuk është dakord me brezin që vjen në shumë gjëra. Kjo edhe në dashuri. Si keni dashuruar në atëherë sot një 60-70 vjeçar. Juve s'dini të dashuroni, s'dini të thoni. Mua më kujtohet një herë kemi bërë një udhtim në malin e Tomorrit dhe kemi shkuar te Teqeja Babar Liut, ishim nxënës atëherë. Ishim djem vajza të gjithë, unë kam qenë vit të dytë në mos gaboj shkollës mesme. Po ishte një plak atje. Po juve more, pse po kape more thoj plakush, kape more dashurojte, na kishim të drojtur. Vajza na duke si perëndi, nuk I afroheshim etj. Ju s'dini të doni, thosh, ju s'dini të dashuroni, thoshte I plaku që ishte 70-80 vjeç. Edhe ju me mendje tuaj. Vazhdo. Ne akoma donim të nxisnim ato që prit na thoshte kjo etj. Por gjithmonë sot sidomos mjetet e ndryshme të komunikimit, fjala vjen dalja e Facebookut, dalja e internetit dhe gjitha këto chatimet e tjera. E kanë ngurtësuar pak dashurinë, është materializuar dashuria sot? Nuk e kanë materializuar, po.
Po jo dashuria, është materializuar ajo ndjenja harbute e njeriut për të shfrytzuar një tjetër, qoftë seksualisht, që ngjosja e parë vjen për dashurisë, pastaj ajo kthehet në monedha, kthehet në pasuri, kthehet në Se gjithmonë kur flasim për dashuri, do flasim edhe për pikpamjen seksuale. Etj. Po natyrisht sepse janë të lidhura. Pra iPhone 5, Seksi është menyja e dashurisë. Nëse nuk do të jesh i aftë të bësh seks, nuk mund të ti mund të kesh një ndjenjë, por është e ftohtë. I pa interesuar, i ka bërë natyra gjëra të pleksur, aq i bukur dhe aq likësht njëkohësisht me njëra tjetrën, saqë nuk e si ndan. Kupton? Një vajzë, fjala vjen, që ti nuk e do, apo një djalë që ti nuk e do, nuk bën dot seks në kulmin e kënaqësisë me të. Po se desh i zemra nuk mundesh, nuk është krejt mekanike pastaj. Okej. Në 1 minutë, nuk kemi më 1 minutë të fundit, se vajte 23. Demir, një propozim për ty. Do qëndrosh me ne për të pritur verat edhe për të shkëmbyer bashkë edhe një 2-3 poezi edhe pyetjen që do të bëja përse i përket se sa lexojnë shqiptarët poezi? Po pse jo? Përgjigja juaj është i plot sot, po juve po të plotësoj. Okej. Shkojmë në publicitet, ndjekje muzikë edhe rikthehemi sërish me Demir Gjergjin dhe Levent Nurellarin. Keep pushing on. Keep pushing on. Plot Moska, qyteti, asgjë nuk u rrill ku mbeti, respekti, vullneti, i lirë e pozitiv për njoni tjetrin, mon fund shpresat vdesin, sot thoj, fake lin kjelli i mëngjesit, jo me non versu po vedem sa vlejn, and they get paid every week, every day. Jo profesional, e nëjë zë këshu jetohet, e populli normal, absorbon se i servohet. Hey, hey, e keni mizën mas veshi, doni me dit për qa po flas, nuk keni klas po ala qo jeni, as pak mirë as keni, shansën minimal, për me po skandal, and it goes like, I'm all about that grown girl talking, original and I'm proudly walking, tell me why you ain't worth nothing, feel the sound, music is, I'm all about that grown girl talking, original and I'm proudly walking, tell me why you ain't worth nothing, feel the sound, music is. Si, unë bëj MC, ma e qek nuk kom frik, qytet plot trafik, është full panik, nëse ma fora plot për padrit, teatr ku nuk ka publik, masakra pjera me muzik, virusë natyrës plastik. Ose ti e protagonist, nuk e një fej gjithë kos, unë e sheja si afrojnë, nuk e leja, I don't need your help. Mo mirë me thonë shkurt shqip, unë e bëj vetë music, e bëj për qef shpirtit, vesh një moment minimal, kom rap, lyrical realist, typical feeling, marvelous. Excuse me miss, s'muna munat, I'm loving this. Kjo nuk o disë, nëse unë e bëj sigurisht, moj mu në kisë, moj mendelisht, ndrangti me mu je kabelisht, kemi nin me një shtet një, të për mos janë këtë, po pos janë të frej, po me në zini shumë von. Way gone, way gone, way gone, way gone, way gone, way gone. I'm all about that grown girl talking, original and I'm proudly walking, tell me why you ain't worth nothing, feel the sound, music is, I'm all about that grown girl talking, original and I'm proudly walking, tell me why you ain't worth nothing, feel the sound, music is.
Sërish dhe dashurmish, kam britur Levent Nurellari, i ri në mosh, për shumë i talentuar në degustimin edhe për treguar edhe për vlerat ushqimore të verës. Sigurisht që ka qenë pjesëmarrës në disa panegire ndryshme ku është përfaqësuar më së miri jo vetëm veten e tij si enolog, por të gjithë. Dhe jemi ngritur në këmbë për të respektuar verën, ëh? Jo, jemi ngritur në këmbë për ta bërë pjesën më të lirshme, më aktive, më verëpirëse. Më verëpirëse dhe më poezi dashëse. E bëm më gjithë epitete. Kështu që, mirë, për degustimin dhe vlerat ushqimore të verës do të flasim tani më, por gjithsesi numri i kontaktit shfaqet në ekranet tuaja 0423475777 nëse doni të bëni ndonjë koment, nëse doni të thoni që okay, po çfarë vlerash ushqimore ka vera, ku kemi enologun, ndonjë pyetje pse jo, të drejtuar nga vetë teleshikuesit femra, se ato kujdesen më shumë për anën e gatimit, por ka edhe meshkuj, anën estetike, se janë më sofistikuara femrat, tani themi ato që është. Faleminderit që je këtu. Faleminderit juve për ftesën. Mirë, kemi mundur që propozimi ynë ta pranoj edhe Demirin, të qëndroj me ne, kështu që do e lidhim këtë pjesë të parë të bisedës me Demirin dhe Leventin me poezi dhe verën. Si mendon, a lexojnë të rritë sotën poezi, edhe sidomos nëse preferohet poezia dashurisë apo jo? Për mendimin tim, nuk besoj se i kanë krijuar rëndësi ai sa duhet poezisë, sepse jo që janë të ngarkuar, po flasim për ata studentë që janë në shkollë, jo që janë të ngarkuar nga ana e universitetit, por e kanë shumë të vështirë domethënë të lexojnë një libër jashtë shkolle, ose në rastin konkret të poezive. Pra poezia për mendimin tim është diçka frymëzuese dhe duhet të jetë pjesë e njeriut. Duhet të jetë pjesë e pandashme. Sepse njeriu gjithmonë kur lexon dihet më mirë dhe poezia sidomos që të bën të ndihesh më frymëzues e lidh me çdo fushë të jetës, poezinë. Po normalisht shkon edhe me verën. Tash ti po vras mendin të çon poezia të vera apo vera të poezia, nuk e di. Mund të jenë të dyja bashkë, në shumë afër, s'mund t'i ndaj. Të dyja në rrugë shumë pingul me njëra tjetrën. Gjithmonë kur pihet verë, u mendoj se ndihet poezia të paktën. Mbase nuk lexohet, por brenda shpirtit ndihet. Ndihet, normalisht ndihet, sepse kjo është pjesa më bashkë. Krijon romantik. Sigurisht. Si krijon ambient, krijon atmosferë dhe poetët më të mëdhenj kanë pas dashur verën, unë nuk do të hyj. Ka qenë verdashës edhe piedashës. Dhe madje thuhet që frymëzimi më i madh edhe kryeveprat më të mëdha të tyre, qofshin në poezi ose vepra letrare, romane, ese, kanë qenë momentin kur kanë qenë të derë. Shiko, dashuria është deje dhe poezia është një deje, është një mendim i trurit në shkallën më sipërane të tij dhe kur ai është i goditur nga ndjenjat e fuqishme të shpirtit. Pra deje, është vera ka këtë stimul që të deje me aromën e saj, me alkoolin nga pjesë që ka të saj, me shijen e saj etj. Poezia të deje me figuracionin, me ndjenjën, me emocion, me ritmin, me muzikën që përcjellet etj. Mirë, ne më pas të bëjmë edhe një demonstrim, do mundohemi të bëjmë një demonstrim live, kemi marrë gotat dhe verën, se si degustohet vera, degustim i thjeshtë, një degustim shumë i thjeshtë, i sofistikuar, po për të një informacion, vetëm pas pak. Kështu që qëndroni me ne, ndërkohë që meqenëse se jemi te pjesa e verës, pa lexuar një poezi për verën. E tia, pa u futur akoma te vlerat ushqimore të saj, sepse janë shumë të rëndësishme. Kemi dhe pak minuta kohë, ndalemi te Demiri për mos e lënë jashtë situatës me verën. Poezia titullohet Semafor të kuq. Kesh për verën e kuqe, më falë, për verën e kuqe, pasi ta marrë poezinë të flasim. Si të shkoj ta gjej veten atje larg ku po vetmon. Udhët më ndalojnë ecjen, mbrapsht më kthejnë në çdo stacion. Që kur nuk na shohin bashk, kanë shpallur shtet rrethim, ngrin akull në Alask, shuhen në rërës në shkretim. Bëj të shkoj tek ajo tjetra, në çast ngri e bëhem gur, në kryqëzime, ngjitje e kthesa, shfaqje shti si një torturë. Të gjithë rrugët mi ke prerë, ma ke zënë trafikun krejt,
si të shkoj ta deh me verë atë tjetrën që më pret. Pra, është fjala e parë e dashurisë, është emocioni i parë, është gjithçka. Nuk e di, unë verën e pëlqej shumë. Unë nuk di të kem raste të rralla kur nuk pi një gotë verë në drek ose sidomos në drek, është. Madje thuhet që është shumë e mirë edhe për njerëzit që vuajnë nga anemia. Mos kalojmë tek smundja tani, se është dhe ilaç, kuptohet, por të kalojmë tek smundja e dashurisë. Vera e ndez, sa më shumë të kesh lot në shpirt, aq më shumë zjarri hedh vera këtyre lotëve dhe i bën dashuri nëse ti pi verë. Mirë, pyesim pak Leventin si enolog sa konsumohet vera. Shikoj, nga shqiptarët paktën flasim sa preferohet për vendin tonë. Në vitet domethënë tranzicionit që Shqipëria ka pasur domethënë revolucionin e verës, është abuzuar pak në prodhimin e verës. Kjo për vetë faktin se leku është ai që gjithmonë të çon në abuzimin e cilësisë. Këtë flasim shumë. Mbas vitit 2000 ka pasur goxha rritje domethënë në cilësinë e verës. Ka pasur një revolucion të jashtëzakonshëm. Ku njerëzit jo se s'kan pasur besim mbas kësaj kohe, por kanë filluar avash edhe ata që kanë qenë jashtë kanë futur pa kulturë të jashtme për të pirë verën, për ta patur verën çdo ditë në tavolinë. Pra, këtu në Shqipëri kemi rritje të konsumimit të verës. Kemi ndërgjegjësim dhe njohje më shumë të vlerave që ka vera. Unë do të thosha, nëse më pres me falë, shqiptarët e kanë pasur traditën lashësinë e tyre verën, përpunimin e saj dhe sidomos pijen e saj. Amforat e mëdha që janë gjetur në det apo që gjenden në tokë, të cilët kanë qenë pitose, si quheshin ato mbajtësit e verës, janë treguesi i butë, po ishin prej keramike, atë ishin terrakotë, ishin pjekura, që transportonin verë i lirët tek romakët. Kjo është e njohur. Megjithëse romakët vetë ishin prodhues të mëdhenj të verës. Pra, populli ynë shqiptar dhe i lirët e kanë pasur në gjak përpunimin e verës. Me ardhin e kulturave të tjera, sidomos kulturës së Orientit, u sfumua pak vera, që është në traditën, në genin e shqiptarëve, dhe erdhi rakia, erdhën disa pije të tjera. Dhe më duket se kjo e prishi pak atë strukturën e verës dhe e largoi pak vëmendjen e shqiptarëve në përpunimin e saj dhe në përdorimin e saj në trezë dhe mëdha, sidomos gjatë komunizmit ka pasur një lloj surrogatizmi në prodhimin e verës, nuk e di. Jo, pra kishte kantina të cilë vërtet verën e eksport, verën e mirë çonin jashtë, nuk e përdorin shqiptarët brenda. Dhe kjo më duket se solli atë ndërprerjen e traditës së prodhimit të verës. Kurse pas 90-s, ky 10 vjeç shumë mirë ka djali që ka qenë një lloj fitimi i përvoje, një lloj mësimi si ta bëjnë verën, madje u dolën shumë kantina private në ahure, në përqilare filluan ta prodhojnë verë, por që dështonin. Dhe mendoj se pas 2000-s është shumë e vërtetë që tani vera ka filluar të zërë vendin e zonjërimit në tryezat tona. Ka filluar të bëhet vërtet ajo që është dhe neve sot, për mendimin tim, konkurrojmë me vendet e Ballkanit dhe me gjarë. Kemi kapacitet. Janë disa kantina domethënë që prodhojnë vetëm mjaft fuqishëm. Dhe kjo është demonstruar edhe në panajirit që janë zhvilluar brenda dhe jashtë Shqipërisë. Edhe brenda dhe jashtë. Mirë. Teleshikuesit e mi janë shumë kurioz ashtu sikurse unë. Kemi këtë injektimin e pazakontë dhe shumë gjitës, edhe nëpërmjet objektivit të kamerës. Kemi një pyetje që vjen nëpërmjet rrjetit social, fanpage-it e Diela Mirëmëngjes, degustimi dhe vlerat ushqimore, thot Nikolini. Janë një mënyrë jetese, nëse po, a mund të argumentojmë pse është kjo mënyrë jetese? Pres vlerësimin e enologut tot, duke pasur parasysh që degustimi i verës bëhet në 3 hapa: vlerësimi i transparencës ose ngjyrës së verës, vlerësimi i alkoolit dhe më pas degustimi. Po e falenderoj zotrin që ka bërë pyetjen. Atëherë unë mendoj që vera është pjesë e pandashme si çdo ushqim i njeriu, derisa njeriu vdes. Dhe normalisht ushqimi është ai që e bën njeriu të jetë të rrojë më gjatë. Në mbi 60% e rasteve është ushqimi ai që i rrit jetëgjatësinë e njeriu. Sepse ne atë konsumojmë, domethënë çdo ditë ne me ushqim jetojmë. Pra vera është një luks në ushqim, është një luks. Pra mbart vlera shumë të larta. Sidomos ajo që njihet më shumë dhe është analizuar dhe nga ana mjekësore, që përmban antioksidant të fuqishëm, që çdo lloj reaksioni që ndodh në organizëm, sidomos të oksidoreduktimit,
këta antioksidantë që ndodhen pikërisht te vera e kuqe I shkatërron këto lloj oksidime. Sidomos vera e kuqe ka vlera shumë më të mëdha se vera e bardhë për mendimin tim. Është antikanceroze, është kjo antioksidant. Për antioksidant, është tretës shumë I fuqishëm I yndyrnave që mund të marrë nëpërmjet ushqimit njeriu dhe I jep një vitalitet të jashtëzakonshëm njeriu. Derisa e bën të dashurojë, kaq, nuk mund të thuash më për një pije kaq kështu. Unë do të kisha dëshirë që ta heqim të fjalën degustim, do të themi shijimin e verës. Është degustimi është një fjalë preambul, nuk është shqip, se degustimi është në shijim. Po ta prishim ne djot e mirë. Atë shijimin e verës, në shije, është shije, bukur. Natyra I ka bërë pak me Po do dua të jenë çdo gjë, kështu që e lëm shijim. Flasim pak për vlerat ushqimore, të tjera përveç se që ka antioksidante edhe gjitha këto. Shoh, vera është cilësuar si një pije shekullore. Dhe tillë është, dhe tillë do të mbetet brez pas brezi. Pra në eksplorimet që janë bërë tek vera në fushën e mjekësisë, edhe është treguar që vera ka goxha vlera ushqimore, qoftë edhe mjekësore që përdoren sot në mjekësi. Përdoret edhe në gatime, se kjo intereson shumë atyre që gatuajnë. Edhe kjo është goxha, po për një verë domethënë që është goxha e shtrenjtë nuk mund ta përdorësh për gatim, kështu që është vetëm për të pirë. Do ta ndajmë këtë. Unë rekomandoj që çdo vakt të paktën ose një vakt të paktën të jetë një gotë verë natyreza tonë. Sidomos vera e kuqe për vlera të antioksidante që ka Jo vetëm meshkujt, se mos e kadarojmë këtë pjesën. Vetëm mamma, femra, edhe juve femra. Vetë gjithë femra më duket kanë më shumë qejf verën e bardhë, se jo pëlqen është më transparente, më e këndshme, më shumë. Sidomos kur vendosen në gota, këto janë gota të rastishme tani, por vera ka edhe gota shampanjë, çdo verë ka por le ta quajmë se ka të ndarë. Verse do të kam një merak të madh që vera ne shqiptarët kemi filluar të themi, kishin filluar, tani duhet po harrojmë që vera bëhet edhe prej rrushit. Mos harrojmë abuzimi që bëhet me verë. Unë e thash në fillim parasysh që vera është shumë tekanjoze në vetë. Jo, nuk është si vaj ullirit për shembull, mundi hedhësh në një lëng të tillë dhe e mban. Vera nuk e mban. Vera do lëngun e rrushit dhe do një usta, do një mjeshtër të madh në përgatitjen e saj. Është shumë tekanjoze si pije në përgatitjen e saj. Edhe bëhet paksa në rrethana dhe ka popull antike, jo me teknologjinë e re. Shiko, verat varet domethënë çfarë teknologjie përdor, por kushtet janë primare. Kushtet e kantinës, vozat e drurit janë vozat e drurit është diçka tjetër domethënë. Francezët e përdorin shumë dhe druri francez I lisit është I shquar për llojin e drurit në butë. Për vjetërimin e verës flasim, nuk se po të bëhet fjalë për një verë të re, nuk mund të themi që ka të njëjtat vlerësime si një verë e vjetruar. Ne flasim pas pak edhe për vlerën e verës së vjetër, se mos mbarojmë një pyetje shumë interesante që kam rezervuar për pjesën. Jo desha them që gjëja e parë që bën francezët, verën e shijojnë duke nuhatur. Ja marrin aromën gotës, pastaj fillojnë të shijojnë. Ka teriaqi të verës që e bëjnë këtë gjë. Ja, është hyrja. Nuk pikërisht, e shijojnë me aromën në fillim. Ndonjë gjë tjetër përsa I përket vlerave ushqimore? Po, se ne ndaluam dhe shkon tek vlerat e tjera. Është antioksidant I fuqishëm, siç e thamë në fillim, duke nxjerrë dhe radikalet e lira që në stomakun, në ushqimet që ndodhin, domethënë që ndodhin transformimet edhe oksidimet, kemi radikalet e lira të ndodhura në organizmin tonë. Dhe vera është ai ushqim që këto radikalet e lira I mbledh në një vend dhe I nxjerr jashtë. Pra e bën trupin e njeriu më të lehtë, më të thjeshtë, më të freskët. Pra e bën një pastrim. Pra e bën një pastrim, eliminim të këtyre papastërtive të pa dëshirueshme në organizëm. Sidomos në fushën e mjekësisë është eksploruar akoma më tej për vlerën e verës së kuqe, pra për antioksidantët që ka ajo, për luftimin e sëmundjeve kardiovaskulare të zemrës, koronare, pra në gjak ndikon shumë. Dhe duke I dhënë një stimulim zemrës. Duke qarkulluar gjakun normalisht dhe ka, domethënë kemi dëgjuar në jetën e përditshme që doktori më tha të pija një gotë verë. Në filan vakt, në drek ose në mëngjes. Është e vërtet. Po pse? Po këtë arsye po. Po kur do ta hapim? Edhe një verë të mirë. Tani se jemi në minutat e fundit, jemi në
7 minutat e fundit, kështu që Demir ti zhvendosesh. Po. Këtu për t'i dhënë hapësirë, kamerat monitorojnë Leventin, ndërkohë që unë flas paksa me Demirin, thuhet që Kamerali ka marrë, po se ka marrë hapsin Levendi, edhe pa. Edhe pyeta. Me godat që na ndodhen në shtëpi do të madhe që është ora 1. Në fund që vera është e mirë, mund të thë. Edhe kjo zhurma. Sigur puthen. Pastaj Levent pasi heqim tapën, Në fillim kamerat do na ndihmojnë pak. Çunat e regjis kemi verde për ju, kështu që tregoni të kujdesshëm. I kam prerë shqisat djali atje. si fillim, do të patur kujdes se duken si gjëra, domethënë, është shumë të pa vlera, po do të patur kujdes edhe në futjen e hapseve të verës në tap. Kur e hap, po, që mos të kapi paretet e shishës. Do të futesh në mes të tapës. Po, ndoshta mund të kapi një pjesë të qelçit dhe e gërvisht mund të futet shumë copa të holla brenda në verë, nuk janë të dallueshme. Dhe kjo mund të shkaktojë shumë probleme në enët e gjallë. Pra duhet të kemi mos jetë ciflosur. Mund të jetë ciflosur, mund të jetë pasër. Ndërkohë që Demiri na zgjedh poezinë e fundit, që do ta kem derin. Po. Ta lexoj ju. Po, Leventi. Dhe Abi Palm, që thuhet edhe është dëgjuar për verën e mirë mund të merret aroma e tapit. Nëse tapi ka një aromë të këndshme, mund të vazhdoj më tej që kjo verë të përdoret ose të nuhatet me shisat e tjera, mund të nuhatet, mund të shikohet. Domethënë ka diçka tjetër tani. Vazhdojmë me hapën tjetër. Vera mbahet në këtë pozicion. Andaj verat kanë edhe fundin e djali ka aftësi si kamerier, normalisht do të jenë. Dhe goda bëhet në pozicionin 45 gradë. Dhe unë kam pyetur gjithmonë pse ka shishe mbrapa të gropën. Kam menduar e bëjnë për të kursyer verën, por e pas për të vendosur kishtin që të mbahet vera gjithmonë lidhet në hajde mos e pishet dhe nuk mbushet më shumë se një tjetër. E ngrim pak lart për ta fokusuar në kamera, po? Kapet këtu ku ose në fundin, ose këtu. Edhe dridhet, rrotullohet. Trazohet. Këtu në këtë moment, nëse gota është e që tham, nuhatet 20 sekonda, mos e bëra 20 sekonda, por ndërkohë ta kam gjetur poezinë. Dhe në këtë moment mund të vinë në mendje, për shembull, zonat e këtu. Një arë shumë e këndshme, shumë të dhe një degustator, një sommelier që merret gjithmonë me këtë shiu si verës, i vjen në mendje sepse trurin e ka të stërvitur me aromat e verës. Dhe ka pjesët janë të ndara, për shembull për aromat e frutave, aromën e parfumeve të frutave të pyllit. Aromën e lëkurave biles. Domethënë kjo. Dhe sërish domethënë e provojmë 2-3 herë. Shikojmë edhe në këtë moment që kemi ca damar, nëse i shikojmë edhe ju. Ca gjurmë në qelç. Këto tregojnë që vera është e balancuar në alkool, ka një alkool të balancuar. Një edhe nuk ka ngjyrë brenda. Nëse ka verë me ngjyrë do kishte lënë në shi ashtu gjurmë. Normalisht kjo është verë vjetruar. Kjo tregon. Leventi ka sjell verë të mirë. Se jemi në ngjyrë të kuqe, e di se ç'provim është. Prap sa të largohet dhe konservanti, se normalisht vera ka dhe konservantin, për mos u kontaminuar nga ana mikrobiologjike. Pra duhet rënjë për të bërë aerosur që mos. Ta aerosin një. Këto gota nuk janë shumë të përshtatshme. Sa të vi sallata. Dhe sa filloi dashuria. Ne prap këtu do të shikojmë që vera ka një tedukshmëri të pastër. Është tedukshme, nuk ka domethënë pjesa të vogla që mund të dallojnë me sy. Për ta bërë më të theksuar dhe për të dhënë edhe verdiktin për ngjyrën, duhet përdorim një fletë të bardhë, një sfond të bardhë dhe godën ta vendosim në pozicion për të parë refleksin e saj. Për të parë refleksin, për të parë ngjyrën. Pra në këtë ngjyrë ne tregojmë megjithëse gota nuk është e përshtatshme për degustim. Ne e tham këtë që në fillim. Do qelç të bardhë, duhen kushte. Nuk do qelç me ngjyrë. Edhe një gotë me goda kristal të hollë. Kristal të bardhë. Të jenë transparente dhe mos kenë as ngjyrë as shkrime të tilla. Pra këtu ne dallojmë që vera është e maturuar dhe është mbi 5 vjeçare. Pra nëpërmjet ngjyrës, sepse ngjyra nuk është e çelët.
Në ngjan si kameraman djali dhe kur balancojnë gjurë. Kur balancojnë figurën. Nuk shikoni edhe ju. Shiko si duken gjura. Mirë, këto janë hapat. Pastaj hapi tjetër domethënë më i rëndësishëm është shihimi, po. Po, shkretën hidhet është ta shijojmë tash. Shumë pak domethënë duhet të jetë në gojë dhe duhet përzier në komplet paritet e gojës. Që në vonë kur të goditet vera të ketë atë ta ndihet në gjithë komplet gojën. Dhe nëpërmjet hundës ne dallojmë se çfarë nëpërmjet rikthimit të aromave në hund dallojmë se si është vera, se çfarë parametra ka. Okej, jemi në minutën e fundit. Ndërkohë që Leventi mbush te dy godat e tjera thjesht për ta përgëzuar. Nuk do pim, nuk do dehemi. A është poezia ashtu siç edhe vera, si thuhet sipas asaj të teorisë shumë shkurtimisht, për sa i përket verës, që sa më e vjetër të jetë, aq më e mirë është. Kështu është dhe poezia? Poezia është e gjithëhershme. Poezia është e gjithëhershme. Për poetin, poezitë më të reja janë poezitë më të mira, kurse për lexuesin mendoj unë poezia s'ka më është kjo. Mbretëria e verës. Me skeptrin e artë të prekja vreshtat, të nxjerrja verë për etjen time, dhe margaritar për hiret e saj, pastaj ajo u çmend prej stolkive dhe u deha prej verës së vjetër të magjive. Shtrati mbretëror rënkonte nga dehja e verës tjetër. Pra shtrati mbretëror, dashuria, vera e vjetër. E 55 minuta, ora. Bëjmë gëstuar, më duket si viti i ri, po faleminderit Demir, faleminderit Levent që ishit këtu. Shpresoj që të dielave të kalojnë gjithmonë kaq të këndshme, kaq aktive dhe kaq argëtuese, me të ftuar shumë interesante, të cilët i falenderoj pafund, me verë sigurisht sot nga Bregdeti, edhe me peshk, për të pasur një të diel, për të pasur një të diel shumë aktive. Unë ju falenderoj që keni përzgjedhur që për rreth 120 minuta të qëndroni në valët e radio televizionit Ora News. Ka unë Elisa Gjirani, miru takofshim të dielën e ardhshme. Gëzuar miq. Gëzuar.